Kryebashkiaku Erion Velia një ditë para seancës që do të ketë në gjykatën e posaçme të apelit, paralajmëron se përballja e nesërme do të jetë një rikthim i tij. Pas një muaj izolim, nesër do të rikthehen për të mbrojtur veten, familjen, por edhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shëmtuar e regjimit që lan pas e s'kan vend në Shqipërinë moderne. Shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi biografisë personale apo vetingu i paligjshëm, si ky imi për 20 vjet, ndodhte vetëm në kohën e Sali Enverit, por jo sot në shekullin e 21. Velia nuk e ka kursyer sërish akuzat ndaj prokurorit Olzdado. Persekutimi i familjes nga një noter, nga babi, me pesa, pa merit e pa ligj, ndërtues në konflikt interesi, nuk mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Shteti me WhatsApp në ditë pushimi, nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Presionin ndaj dëshmitarve, duke ju kujtuar burgun, prindërit e fëmijët, u përket xhelatëve të një regjimi, jo demokracisë. Teksa nënvizon se më shumë do të shprehet në seancë, Velia i thotë se prezumimi i pafajësisë është detyrim për një standard europian.